l'ultimo versamento di ne jam përgatitur, se unë jam tja. E në bekrit jon.
Vabbè, ti che sfirma. Non ne so, non mi si Haydi tak!
Forza Milan! Vetë vite shkodron Mustafi me ne dhe I heqim një t'i lojtari, shpo se mërzit, po s'vjen dara. Po në raka topën se heni nga. A mu do të qëllësh këto unës? Pas një ja. Në raka, gjeli në raka. Do dhe kretë golla ti këmë raka, qa? E raka.
Bravo, kjo është e foto më e mirë është. Bravo. Tani është koha që presin finalistët dhe tashkimin e finale. Le të fitojmë ai. Finalist tani është rradha për shoqatën e Porina e Zvicrës. Faleminderit suksese dhe një përshëndetje të veçantë për të gjithë ato gostimarë futbollistë e rinj që kanë ardhur nga Belgjia, nga Italia, Gjermania, Austria dhe nga vende të tjera netas për të një kupa e gostimarë të Belgjisë. Le të fitojmë Bajlini, le të fitojmë gostimarë.
Jashtë, jashtë. Urojmë fituesit e Kupës së Gostivarit në Mergim për vitin 2026. Shoqatën Tërnova, urime dhe suksese në turnejën e radhës. Faleminderit edhe për shoqatën Forina, fituesit e vendit të 2, fituesit e vendit të 3 dhe të gjithë pjesëmarrësit e turneut Kupa e Gostivarit në Mergim. Për herë të tretë falë kontributit, angazhimit, idejës dhe motivit të ekipit të Unionit të Shoqatave Shqiptare të Gostivarit në Mergim, u realizua turneu tradicional Kupa e Gostivarit në Mergim, ku këtë vit për herë të parë kishim një fitues të ri, shoqatën Tërnova, ndërka që fitues të vendit të dytë ishin shoqata Forina në Zvicër. Një turne me pjesëmarrjen e 17 shoqatave nga Gostivari me futbollistë të gjithë nga komuna e Gostivarit, në vetingen të kantonit të Argaut u mbajt, siç thash, turneu tradicional Kupa e Gostivarit në Mergim, që edhe këtë vit të bojë futbollistë, ekipe dhe pjesëmarrës jo vetëm nga Zvicra, por edhe nga vendlindja, Austria, Italia, Gjermania dhe vendet të tjera. Në emër të ekipit të Unionit të Shoqatave Shqiptare të Gostivarit në Mergim, falenderojmë ekipin realizues, të gjithë vullnetarët, të gjithë sponsorët tanë të cilët na ndihmuan dhe na përkrahen që ta realizojmë këtë turne me sukses dhe të dalim fitues të gjithë si gostivarat. Në emër të ekipit të Unionit të Shoqatave Shqiptare të Gostivarit në Mergim, falenderojmë për pjesëmarrjen futbollistin e minjohur, i cili u përgjigj ftesës për të qenë pjesë e ceremonisë apo ndoqi turneun Kupa e Gostivarit në Mergim dhe ndau edhe çmimin kryesor futbollisti minjohur Shkodran Mustafi, gjithashtu edhe delegacionin nga komuna e Gostivarit kryesuar nga kryetari i komunës Rival Voldimani dhe kryesuesi i Këshillit Zaldet Xhaferi, si dhe ambasadori i Republikës së Maqedonisë së Veriut Zotri Recep Temiri. Ishte një ditë e mbarë, një ditë e madhe, një ditë unifikimi, një ditë që dëshmoj se bashkërisht mund të bëjmë gjëra të mëdha dhe mund të bëjmë organizime të jashtëzakonshme. Faleminderit, suksese. Lojtar
Unë ndjem shumë krenar që mu dha mundësia të përfaqësoj spikparin njerë unionin e shoqatave të Gosivarit dhe shoqatën humanitare Forina Zvicër, ku edhe e fituam këtë radhë vendin e ditë. Dhe jam krenar që ishte një turnir në të vërtet tepër i suksesshëm, ku kishim musafir kanë janë Italijës, Gjermanisë, Zvicrës, po ashtu kishim edhe njerëz kryetarin e komunës së Gosivarit, këshilltarin e komunës së Gosivarit dhe ambasadorin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Futbolisti kampioni i botës e Gosivarit i Shkodranës. Sparit i përshëndesim gjithë misafirët e Gosivarit, gjithë kontribuesit, gjithë sponsorët, gjithë organizuesit, gjithë misafirët nga Forina, Tërnova, Sërnova, Strajani, Patalishti, Reka, misafirët nga Italia, të cilit nga vizitojnë që 3 vjetë radhasi dhe janë shumë të mirë se ardhë dhe vitin tjetër. Shoqata Tërnova këtë vitë si që patë edhe vetë, patë pak ndryshime në gjithë lojtarët e shoqatës Tërnova. Ne e pritëm shumë mirë, gjithashtu dhe me ekipin e dytë Forina, ne patëm kalu edhe në raundin e parë ku patëm humbje për atyre, dhe në finale fatit ishti në anëm tonë. Unë do t'isha lutë që të marrin në Union të gjithë shoqatat e Gosivarit të jenë pjesëmarrës të në bashkangjitën, se neve në pret një rrugë gjatë, ne nuk e kemi njërmen ndalena me këta punë, ne vetëm sa forsohemi. Ngele dhe sponsorët i përshëndesën, ne emra gjithë nuk i di, por pa punën e sponsorëve edhe kjo punë nuk do t'ishte nderi këtu. Faleminderit sponsorit, faleminderit Gosivarës, faleminderit kryesia e Unionit të shoqatave të Gosivarit në Mërgim. Tjetër diçka nuk kam të shkashtoj, faleminderit edhe njerë dhe ju, Kasëm Selimi. Ne patëm këtë vitin e tretë turnirit të Unionit të shoqatave të Gosivarit. Kemi pas një aktivitet mjaft shumë të mirë, prezencë të shoqatave të Gosivarit. Ka pas një disiplinë, një rregull, një atmosferë mjaft e mirë.
Po shpresojmë vitet tjera të kemi hala më shumë misafir, të kemi prezencë të edhe shoqatave tjera që si kemi sot. Është aktivitet shumë shembullor, marrim pjesë me fëmijët, me familjar, ku takohemi gjithë ne gostivaras me malsinë përreth me malsitë gostivarit. Po, kështu që këto sajne janë shumë të mira për ne, për fëmijët. Shpresojmë vitet tjera të kemi do aktivitete, do të kemi turnir, të vazhdohet këtë turnir, po me prezencë më të lartë. Normal, ka kuptimin e vetë, ndjemi ma krenar, jemi bashk, gostivari din festohet, gostivari çdo vit feston, veç edhe kemi një vullnet të mirë, kemi festat mira, jo vetëm dhe turnirin, po kemi edhe festat kombëtare që ja realizojmë tu në Zvicër. Po, me gjithat, falenderit gjithve pjesëmarrësve, shoqatave, prezenca e publiku që e kemi pas këto, dhe sponsorët gjithashtu, mos i harrojmë, shumë falenderit, kemi sponsor të mirë, mjaft, që na ndihmojnë, aq me dëshirë të madhe bile. Faleminderime kemi në krejt aspektet, në krejt ato që marrin pjesë dhe që hapin kontributin të turnirit dhe të festat tjera që i kemi ne. Shumë falenderit, suksese vitet e ardhshme. Falenderit. Është kënaqësi të jem gjithmonë pranë jush. Kasam, unë kam qenë, kur e kemi fillu ju këtë rrugtim si Unioni i Shoqatave të Gostivarit dhe i përgëzoj të gjithë kryesinë e shoqatës Unionit të Gostivarit, si dhe të gjithë tjerit të pranishmit. Dhe më thënë, nga hera e parë, Kasam, po e shikoj që ka një ndryshim shumë të madhë, është rritur numri i bashkëvendasve në prezencën e turneut, ku edhe sot u vrejt kjo ishte salla e stërmbushur, nuk kishte vend edhe ishin edhe në andej, do më thënë, në anën tjetër edhe jashtë, shikojnë nga jashtë. Kjo ishte kënaqësi shumë e madhe dhe ju përgëzoj, shpresoj që vitet tjera akoma më shumë të rritet numri. Edhe si që kam thënë edhe po ta përsëris, ne kemi detyrë edhe ta bëjmë një turnir barë teritorit Maqedonisë, të gjithë qytetet të përfaqësojnë ta bëjmë një turnir që të mbahet mend për gjithmonë, edhe unë i uroj vendit parë Tërnova e mori vendin e parë, Forinës vendin e dytë. Ishte kënaqësi se këtu ishin sot fëmijët nga mosha më e vogël, domethënë kam taku fëmijë 4 vjeçar edhe deri ke mosha e thyme deri 90 e sipër vjeç që ishin këtu, po plus kishte edhe gra edhe vajza. Kjo është një dëshmi se ne kemi filluar ta akceptojmë edhe të vim edhe në futboll edhe gjinia femërore. Ju përgëzoj, vetëm vazhdoni kështu, mos u ndalni, komplet si Unioni i Shoqatave të Gostivarit, jeni një shembull për të marrë edhe nga qytetet të tjera. Urime. Delegat Unioni aty për aty për kryetarët e komunës së Gostivarit, zoti Albani Mani, pastaj Për herë të parë ndjekim kupën e Gostivarit, një organizim, një event sportiv i organizuar nga Unioni i Shoqatave Shqiptare të Gostivarit në Mërgim.
Po, ishte spontane, mirë po ishte kënaqësi, ti shohish të gjithë bashkëqytetarët, të gjithë ekipet pjesëmarrëse, të cilët garuan dhe në fund fitoi më i miri, një event ku shqiptarët të cilët gjenden në Mërgim i sjell bashk. Uroj që evente të këtilla të ketë edhe në të ardhmen në të gjithë fushat me qëllim të socializimit, por edhe të ngritjes, edhe të kulturës, edhe të vetdijes kombëtare të shqiptarëve kudo që të jenë ato. Falënderim edhe Unionit të shoqatave shqiptare të Gostivarit në Mërgim për këtë organizim, unë them, fantastik, dhe besoj që edhe në vitet e ardhshme ky turne do të jetë më tradicional, edhe do të ketë edhe më tepër pjesëmarrës. Ambasador suksese, merci, nga prit të para, falënderim për mikjen. Për ne ishte kënaqësi e jashtëzakonshme, ashtu si e përmendet edhe ju. Ndodhi një vizitë spontane, me që edhe vetë jam fëmijë i prindërve të cilët jetojnë në Mërgim, fëmijë gurbeqari, siç e thon nga Gostivari, erdha për të vizituar prindrit e mi këtu në Aargau të Zvicrës, edhe koincidoi koha e periudha e vizitës me timingun kur organizohej ky turnir, një ditë e jashtëzakonshme, përshtypje vërtet jashtëzakonisht të mira, pozitive, energji shumë e madhe nga gjithë mërgata gostivarase këtu në Zvicër, në Itali, të cilët kishin ardhur nga Austria, Gjermania dhe gjitha vendet e Evropës, në takim i përbashkët, njerëzit takohen u pam pas një kohë shumë të gjatë. Dua të përgëzoj Unionin e Shoqatave të Zvicrës mbas informacioneve të cilat mora, është i vetmi turniri i cili organizohet me përmasa kaq të mëdha nga Unioni i Shoqatave të Gostivarit këtu që veprojnë në Zvicër, Itali dhe vende tjera të Evropës. Vërtet një punë e jashtëzakonshme, punë kolosale, do të thoja socializimi, shoqërimi, takimi, ritakimi, bashkimi, sporti, të cilën e ushtrojnë këtu gjatë gjithë ditës, po mbi gjitha socializimi i gjithë mërgatës Gostivarit është një punë vërtet e cila duhet përshëndetur dhe prej këtu edhe në cilësinë e kryetarit të Këshillit duhet përcjell mirënjohjen time të sinqert për gjithë organizatorët, për gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë bërë vërtet një punë shumë të madhe, të mirë, dhe dua që të inkurajoj që të vazhdohet ky trend i organizimit i turnirit që është viti i tretë, i cili organizohet të shndrohet në tradicionale dhe dash zoti edhe 300 vite tjera të organizohet ndër vite, ndër gjenerata, ndër breza nga mërgata e cila do të veprojë dhe jetoj këtu në vendet e Evropës e posaçërisht edhe në Zvicër. Gjithsesi puna jon, komunikimi jon duhet që të jetë permanent, i vazhdueshëm, mërgat vendlindje, mërgat Gostivar, mërgat institucionet që të pushtetit lokal, por edhe të pushtetit qendror, ajo që mund të themi se dyert e institucioneve tona, sidomos aty ku ushtrojmë dhe marrim përgjegjësitë, pra këtë rast Këshillit Komunës Gostivarit do të jenë të hapura në vazhdimsi për gjithë mërgatën kudo që ndodhet ajo në botë dhe vepron përkohësisht, dhe urojmë të gjithëve shëndet, mbarësi, punë të mbarë, edhe shumë suksese kudo që jetojnë dhe veprojnë. Faleminderit nga zemra për gjithë këtë mikpritje. Në emër të ekipit ju falenderoj të gjithë dhe për praninë, për kontributin, për angazhimin. Miru takofshim në aktivitetet të radhës Unionit të Shoqatave Shqiptare të Gostivarit në Mërgim që realizohen në Zvicër me vendmarrime të ndryshme. Successo!